Gjendja e autobusëve urbanë në qytet lë për të dëshiruar. Stacionet e autobusave nuk i përshtaten as pak në infrastrukturë zhvillimit që po merr qyteti. Kjo pasi mungojnë strehat dhe tabelat informuese. Këtë shqetësim të qytetarëve transmetuam edhe pak ditë më parë në një kronikë televizive në Blu Televizion. Ndërsa përgjatë kësaj të mërkure në Vlorë, me sa duket ka nisur realizimi i një projekti i cili synon përmirësimin e kushteve infrastrukturore të stacioneve të autobusëve urbanë në qytet. Në qytetin bregdetar të Vlorës ka nisur edhe përmirësimi i stacioneve të autobusëve urbanë për gjitha linjat të cilat lëvizin në brendësi të qytetit. Siç mund të ndiqni edhe nga pamjet, pas shpinës time kemi një stacion autobusi i cili lexon emërtimin Xhamia, por gjithashtu është përmirësuar edhe në infrastrukturë. Sipas informacioneve, përgjatë bulevardit Ismail Qemalit, çdo stacion urbani do të jetë me emërtim, për shembull Xhamia, Teatri, Tregu i Rizit, Kalitrojës, skele të tjerë. Gjithashtu është përmirësuar në kushte edhe pjesa e stres, e cila pritet të bëjë më shumë hije për qytetarët. Por ky projekt në fazën aktuale nuk dihet ende nëse do të përmirësoj edhe informacioni, nëse tek stacionet e autobusëve do të vendosen tabela informuese për oraret dhe destinacionet. Gjithashtu nuk ka informacione nëse projekti do të shtrihet në zonën e Lungëmarrës, aty ku stacionet e urbanëve mungojnë totalisht. Pas stacionet të Mirfill të Urbani do të jetë edhe një linjë tjetër e qytetit, ajo e linjës Çorle Spital.